Sot pas mesnate në rrugën Kiro Ristoski Dërnc në Tetov, punonjësit policor nga sektori për punë të brendshme Tetov privuan nga liria SH 27 vjeç nga Tetova, sepse tek ai është gjetur dhe konfiskuar një substancë e bardhë pluhur. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të vijojë për ashtres përkatëse. Dje rreth orës 19:55 në fshatin Zhelin të Tetovës, punonjësit policor nga departamenti policor Grupçin privuan nga liria GB 37 vjeç nga fshati Zhelin. Sipas denoncimit, ai së bashku me disa persona të tjerë, rreth orës 17:15 në rrugën rajonale Zhelin Shkup, kanë sulmuar fizikisht BI 33 vjeç dhe baban e tij II 53 vjeç nga fshati Strimnic i Tetovës, teksa kryenin detyra pune. Me që rast, disa prej tyre i kanë kërcënuar me armë zjarri dhe mjete metalike, po merren masa për gjetjen e personave të tjerë dhe zbardhjen e plotë të rastit, pas së cilës do të vijojë kallëzim përkatës. Gjatë ditës së djeshme në rajonin e sektorit për punë të brendshme Tetov, është kryer kontrolli automjeteve dhe drejtuesve të mjeteve. Gjatë kontrollit janë sankcionuar gjithsej 24 drejtues mjetesh, 19 në Tetov dhe 5 në Gostivar për parkim të parregullt dhe 10 mjete janë ngritur me automjetin special Merimang. Gjithashtu janë evidentuar edhe 76 lloje të tjera të shkeljeve në komunikacion, 38 në Tetov dhe 38 të tjera në Gostivar.